Thot Allahu madhëruar gjithashtu: liyajzi Allahu as-sadiqina bi sidqihim wa yu'adhiba al-munafiqin. Al-aya. Pra Allahu madhëruar do t'i shpërblej të sinqertët për shkak të sinqeritetit të tyre. Gjithashtu do t'i dënoj hipokritët, pra për shkak të hipokrizisë, mosbesimit, fshehjes së mosbesimit në zemrat e tyre dhe shfaqja e imanit nga pjesa e jashtme. Besimtari duhet që të jetë i sinqert, i drejtë me Allahun Azza wa Jall. Thot Allahu madhëruar kur flet për ata të cilët kishin në zemrat e tyre sëmundje, pra fi qulubihim marad, ata të cilët në zemrat e tyre kishin sëmundje, thot Allahu madhëruar në surën Muhammed: falau sadaqullaha lakana khayran lahum. Edhe nëse ata do të ishin të sinqert me Allahun Azza wa Jall, do të ishte më e mirë për ata.